Surja Al-A'la e zbritur në Mekë, ajete 19. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Sabbih isma rabbikal a'la. Madhëroje e larg të metave Zotin tënd më të lartësuarin, Alladhi khalaqa fasawwa. i cili krijoi dhe përsosi, Walladhi qaddara fahada. dhe i cili përcaktoi e orientoi, Walladhi akhraja al-mar'a. dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës, فجعله غثاء أحوى. e pastaj ata e bëri mbeturinë të zezë. سنقرئك فلا تنسى Ne do ta lexojmë ty Kur'anin, e ti nuk do ta harrosh, إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. përveç asaj që Allahu dëshiron, e ai di të haptën e të fshehtën. ونيسرك لليسرى Dhe ne do të drejtojmë ty në më të lehtën, فذكر إن نفعت الذكرى. e ti këshillo aty ku këshilla bën dobi. سيذكر من يخشى Do të këshillohet ai që ka frikë, ويتجنبها الأشقى e do t'i shmanget asaj ai që është shumë i keq, الذي يصلى النار الكبرى i cili do të hyjë në zjarrin e madh, ثم لا يموت فيها ولا يحيا. dhe aty as nuk do të vdesë, as nuk do të jetojë. قد أفلح من تزكى Ka shpëtuar ai që është pastruar, وذكر اسم ربه فصلى që e përkujton madhrinë e Zotit të vet dhe falet. بل تؤثرون الحياة الدنيا Po ju po i jepni përparësi jetës së kësaj bote, والآخرة خير وأبقى. e dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme. إن هذا لفي الصحف الأولى Vërtet kjo këshill gjendet edhe në broshurat e para, صحف إبراهيم وموسى. në broshurat e Ibrahimit dhe të Musait.